Informacione, përshëndetje Arianita, atëherë çfarë ngjau sot, si erdhi deri tek ky aksident, dhe cilat janë informacionet që ti ke grumbulluar deri tani? Po, atëherë kushtrim jemi këtu në fshatin Domarovcë të komunës së Rani Llugut, në një rrugë kjo e cila lidh një pjesë të fshatrave të Kamenicës me qytetin e Gjilanit, ku sot rreth orës 10 të mëngjesit një aksident trafiku ku ka sjell për pasojë vdekjen e 2 personave dhe një tjetër i lënduar rënd ka ndodhur, ku njëra prej viktimave ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa tjetra mendohet se ka vdekur rrugës për në spitalin e Gjilanit, pasi ka arritur pa shenja jete aty, ndërsa e lëndura e tretë është në gjendje kritike për jetën, duke vazhduar trajtimin e saj në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këto i ka konfirmuar drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit, doktor Arsim Emini, ndërsa trupat e pajetë të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e autopsisë. Fillimisht për këtë aksident ishte raportuar se ishte vetë aksident, por që pas shikimit të kamerave të sigurisë nga ana e policisë ardhi në përfundim që një kamion ka bërë një kthim jo të duhur ku makina e cila ka qenë duke lëvizur me shpejtësi në tentim të evitimit të përplasjes me të ka humbur kontrollin me mjetin dhe ka përfunduar jashtë rrugës. Por sigurisht këto i ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani, por që rrethanat reale do të dihen ditëve në vazhdim pas ekzaminimit të nevojshëm të organeve të rendit. Këto janë informacionet që i kemi deri më tani. Emrat e tyre janë Arbënora Basha nga fshati Odonoc dhe Antiana Thaçi nga fshati Muqiverc të komunës së Kamenicës. Po e kaloj lidhjen tek kjo. Faleminderit për këto informacione që solle nga ky aksident tragjik që ndodhi gjatë ditës së sotme.